Mirë mbrëma dhe përshëndetje, unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miqtë e mi, data është 21, muaj është i 6, viti 2026, pra është e diel. Veç e kaluam gjysmën e vitit dhe kur duheshte të filloj pranvera e vonuar, ne kemi verë të hershme. Në këtë kohë nuk mba mend tetova të kesh pasur 10-15 vitet e fundit temperatura kaq të larta në qershor. Okej, është punë e Zotit. Dhe ajo që ne ka lënë Zoti në vend tokë ta rregullojmë, ne nuk e bëjmë. Komuna e Tetovës sonte ka dalë një deklaratë mjaft interesante. Sa interesante, aq edhe dezinformuese. Këta ose nuk lexojnë, ose janë mba mend shkurtër, ose nuk e din se çfarë ka thënë dhe kush i ka fajet. Po, BDI i ka fajet. Për atë që pjesërisht reagon Komuna e Tetovës sot lidhur me gjykatësi shqiptarë të gjykatës kushtetuese, si që sot nga pushteti i kaluar, në vend se të mbrojnë interesin shqiptar në atë institucion, po merren me politikë ditore. Interesant. Duket se me politikë ditore merreshte Kostadinovski. Po këta nuk kanë këllqe që t'i thonë Kostadinovski se aut Minjer Mickovski. Pra, Komuna e Tetovës sot, e vërtetë është se vendimi për riemërtimin e rrugëve në Tetovë asnjëherë nuk u bë plotësisht për shkak se 4 qeveritë e BDI-s pas vitit 2007 nuk e kaluan si vendim në qeveri, prandaj ato nuk figuruan kur as në kadastër as në regjistrin qendror. Okej. Kthehemi edhe kësaj. Pavarësisht kësaj, gjykatësi shqiptare, gjykata kushtetuese nuk duhet të lejonin të hapet kjo procedurë në kohën kur Komuna e Tetovës pranë finalizimit të riemërtimit zyrtar të rrugëve në Tetovë. Tu është ajo që thotë në atë shkurë atje fshehet lepuri, sidomos fshehet lepuri. Lepuri fshehet tek ta, po leprën e kanë në bark. Kur shkruaja dikur poezi më thoshin, kisha një poezi lepuri në bark, ata më thoshin frika o lepuri në bark. Okej. Dhe këta ose nuk kanë lexuar se çfarë ka thënë gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese nuk vepron sipas saj me të dëgjuar. Por, unë kam thënë partitë politike të gjitha shqiptare, opozit. Nëse keni diçka, ulini dhe shkruani, keni vula, po. Vini vulën fund shkrimit dhe drejtojeni prokurorisë, policisë financiare dhe gjykatës. Jo me konferenca për shtyp. Sepse me konferenca për shtyp të thonë kemi pasur kohën e të analizojmë të gjitha, kemi punën tonë, kemi shumë lëndë, jemi pak gjykatës, pak prokuror, pak polici financiare. Por, unë dhe them diçka, e vërtetë është, 4 qeveritë e BDI-s, palla nuk u ka hëngër dhe nuk kanë di për atë se çfarë po ndodh me shqiptarët dhe me gjithë. Të gjithë vraponin të bënin para Musa Xhaferit, të gjithë vraponin të bënin tendera, familjes Ali Ahmetit, të gjithë vraponin për çka mos? Për shqiptarët kërkush nuk. Bile, me mira familje shqiptare u lanë rrugëve për shkak se fëmijët e tyre, pasardhësit e tyre nuk u dha vendim Artan Grupi. Të gjithë arsyetoshin, ai ministër, jo. Fajet për të gjithë e ka Artan Grupi, Ali Ahmeti dhe Musa Xhaferi. 2-3. Po s'është ish në Tetovë. Dhe votat i doni. Dhe pasi nuk ka këllqe Komuna e Tetovës, unë do përsëris disa gjëra, 2 gjëra. E vërtetë është, 4 qeveritë nuk kanë. Por, nga viti 2024, nga maj ose qershori, në qeveri është partia politike VMR dhe PMN dhe vlen. Atë që e thonë, se finalizimi të riemërtimit zyrtar të rrugëve në Tetovë, Komuna e Tetovës është dashur që tulisht të shkronte një letër dhe t'ia dërgonte qeverisë. Në qeveri është nga 2024 qershori vlen VMR vlen. Si doni. Nuk e bëri Bilal Kasami. S'kish kohë. Mirë më tha, e kam thënë edhe mbrom, mirë më tha një qytetar një plak. Marrën ky shet me bismillah dhe qeshi. Se tha vjen në xhami, ulet falet, 5 pare nuk jep tha. Se shet vakëfe. Të gjitha janë vakëfe për një. Dilmi nuk është kthyer, është vakëf. Dhe pasi i bën me bismillah këtë punë. Është dashur tullë me bismillah qeverisht. Dhe okej. Tash unë do t'ju tregoj diçka shumë interesante. 22 këtyre ditëve sqaroi një rrugë. Ta dëgjojmë se si tha, më thojza, se kie pas ka zgjidhur në komunën e Çajrit. 2 vjet është kemi vitin e 3 që vleni është në qeveri. Pse Bilal Kasami nuk ul dhe t'ia drejtonte? Letësh ta akuzosh të tjerët, Le tash do formon ka komisione. E dini atë punën e komisioneve. Nuk do më keq kuptoni. Sa komisione ka formuar për çdo problematik BDI dhe asnjëherë nuk dha rezultate. Me
gjiti. Dhe pastaj, se si jeni duke punuar, megjithatë duhet pyesim qytetarët. Ata në fund ditës. Unë flas për anën tonë. Fjala në fundit e kanë qytetarët, po flas për projekte konkrete dhe numra konkrete. Nuk kemi dhe shumë minuta. Gjykata kushtetuese ka ndaluar vendimin për emrat e rrugëve në Tetov. Pse zoti Mexhiti në kohën kur ju jeni në pushtet, kjo gjykatë merr vendime antishqiptare? Para, Aq pafuqishëm jeni politikisht se që gjykata vetëm hap dhe merr vendime në dëm të statusit shqiptar? e para duhet të sorim për opinionit që gjykata e kushtetuese është zgjedhur prej kohën e LSDM-s. Pushtetit kaluar. Dhe BDI-s. Po, thonë përbërje pushtetit kaluar. Ashtu është. Vendimet në dëm të Mirë po, me kryeministrin dhe zgjedhjen profesor në një universitet në Shkup është marrë Konstantinovski dhe kryeministri juaj. shqiptarëve zoti Mexhiti po merret në këtë përbërje. Deklaratat e gjykatës kushtetuese ku mburën që i ka propozuar dhe ka zgjedhur zoti Ahmeti. Thonë në përbërje pushtetit kaluar, por dakord duhet të jemi që vendimet në dëm të shqiptarëve po merren në këtë përbërje, në këtë qeverisje ku jeni ju dhe vlerë. Shalom, do të thonë që zgjidhjet gjysmake, do të thonë zgjidhjet që është pru, do të thonë në vitin 2007, e cila në komunën e Tetovës, pra është po në mënyrë me gjitha procedurat, pra është sjellë edhe me padinter, vetëm ligji parashef që ky vendim i komunës së Tetovës është dashur të kalon edhe në qeveri. Pse direktori shumë bukur e këtë, bravo Izet Mexhiti. Nëse takohemi edhe një herë kemi ve kafe, e din ti kur bëhesh te partia e cila quhej LD dhe të japun një kafe, ta bëjmë barabar 1-1. Kërkoni për krahje atëherë. Dhe. Edhe një herë, a mundet të ta përsërisish? E para duhet të sorim për opinionit që gjykata e kushtetuese është zgjedhur prej kohën e LSDM-s. Pushtetit kaluar. Dhe BDI-s. Po, thonë përbërje pushtetit kaluar. Po, grupi zjarrit. Ashtu është. Vendimet në dëm të shqiptarëve zoti Mexhiti po merren në këtë përbërje. Deklaratat e gjykatës kushtetuese ku mburën që i ka propozuar dhe ka zgjedhur zoti Ahmeti. Dakord. Thonë në përbërje pushtetit kaluar, por dakord duhet të jemi që vendimet në dëm të shqiptarëve po merren në këtë përbërje. Këtu pra kemi shkelje totale të asaj që ka thënë edhe ambasadori amerikane se gjyqësori është i pavarur dhe të gjithë që janë zgjedhur në gjykata janë zgjedhur me konkurse. Okej. Këtë duhet ta dëshmoj, po marr parasysh deklaratave të siç do të kishte thënë Nikoloski, nxirren nga konteksti. Në këtë qeverisje ku jeni ju dhe vlerë. Shalom, do të thonë që zgjidhjet gjysmake, do të thonë zgjidhjet që është pru, do të thonë në vitin 2007, e cila në komunën e Tetovës, pra është. Po pra kjo në intension në vitin 2007 dëgjoni me vëmendje dhe çfarë thotë. Ku në mënyrë me gjitha procedurat, pra është sjellë edhe me padinter, vetëm ligji parashef që ky vendim i komunës së Tetovës është dashur të kalon edhe në qeveri. Kam pas mundësinë 20 vite vendimin që është sjellë në Atëherë keni qenë dhe ju. Po, të përgjigjem edhe për atë vendim që ka sjellë kryetari të Këshillit të Tetovës, vetëm është dashur të kalon në qeveri dhe sot gjykata kushtetuese s'do kish pas mundësinë dhe luksin për ta shfrytëzuar këtë vendim, siç është rasti i vendimeve që janë sjellë në Shkup, ku janë sjellë në mënyrë ligjore vendimet, siç është rrugët në për Çajir, në për Buxhel, në për Sara. Po pra, bravo, për këtë ta jap dorë. Për të thashë ta qerasi një kafe. Por, mbi gjitha, çfarë bënte ko-kryetari i yt, Bilal Kasami gjatë këtyre 2 viteve? Bënte bismillah dhe vraponte të gjenin me gjithë ekipën e komunës ku janë vatkafet. Tash unë dëmbahem i mençur. Dëgjoni pra. Tash vërtet dëmbahem i mençur për reagimin e komunës së Tetovës. Më pa lidhje reagim nuk kam parë. Okej, BDI ka faj dhe gjena sa të jetë gjallë. Por, rrugët e Tetovës si pasqyrë politikës së papërfunduar me faj dhe BDI, por edhe Bilal Kasami. Pra, viti i tretë me pushtet qendror, nuk ju drejtohet qeverisë zëmëros, vlen si që tha edhe Izet Mexhiti, e dëgjuat. Por, gjykatësit shqiptare bën punën e tyre, ata nuk mund ndikojnë në lëndën, sepse dikush e ka sjell. Dhe e kaloi 5-3. Edhe herën e parë edhe herën e dytë. Debati për emërtimin e rrugëve në Tetovë, në vend që të jetë një proces i thjeshtë, administrativ dhe teknik, pra është shndruar në një arenë për plasje politike, akuzat të ndërsjellë dhe interpretime efektive të përgjegjësive institucionale.
Në thelb, kemi të bëjmë me një çështje që duhet të ishte zgjidhur prekosh në mënyrë të qartë ligjore, por që vazhdon të mbetet e hapur për shkak të mungesës së konsenzusit dhe vazhdimësisë institucionale. Nga njëra anë, Komuna e Tetovës argumenton se vendimi për emërimin e rrugëve nuk ka marrë kur fuqitë plot juridike, pasi nuk është proceduar në nivel qeveritar dhe nuk është reflektuar në sistemet zyrtare si katastri apo regjistri qendror. Në këtë logjik, Komuna përpiqet të pozicionohet si palë që ka vepruar brenda kufijve të saj, por që është bllokuar nga mungesa e finalizimit në instancët më të larta shtetërore. Okej. 2 vite. Nuk themi prej vitit 2021 kur Bilal Kasami sa të kopas ka qenë president qendror BDI. Okej, nuk ke mundur. Tash ke mundur edhe atëherë, sepse BDI nuk mund të delte kundër vendimit të saj në atë kohë si qeveri, por nuk e ke bërë. 5 vite nuk ka marrë asnjë aksion Bilal Kasami. Nga ana tjetër, zyrtarë qeveritarë si Izzet Mexhiti e kthen çështjen në një pyetje përgjegjësie të brendshme politike. Pse gjatë viteve të kaluara kur strukturat e njëjta politike kanë qenë në mbështet lokal dhe qendror nuk është instituar për finalizimin e procesit? Kjo qasje zhvendos debatet nga aspekti teknik në atë politik, duke nënkuptuar se vonesat nuk janë thjesht administrative, por edhe rezultati i mungesës së vullnetit politik. Në mes të këtyre qendrimeve të kundërta, qytetari zakonshëm mbetet pa një përgjigje të qartë. A janë apo jo zyrtar emërtimet e rrugëve? Dhe nëse jo, kush mund dhe kush mban realisht përgjegjësi për këtë bashkëllok institucional që zgjat 3 vitesh? Do tarifi po se po. Sa di buxheti po se po. Azbilika po se po. Kush mba? Mba edhe Bilali. Edhe më problematike bëhet situata kur Komuna e Tetovës e interpreton këtë nisë si potencialisht të motivuar politikisht dhe madje paralajmëron për rrezik të tensionit ndërmjet. Ja, më kush do dale? Kush? Unë protestoj. Për kë? Për të ngritur rejtingun besës? Jo. Jo. Jo, nuk shkoj. Falni. Vlenit, jeni në pushtet. Shqiptarët janë të civilizuar, janë të organizuar nëpër parti politike. S'ka nevojë të dalin në proteste. Apo të zëmë nesër mund del dikush para komunës dhe të thotë Bilaut, ja, në deputetet e mi, meri. Falni, këshilltarët e mi. Lërgoj vëmëron. Dhe e bëj Bilali? Kështu ka treguar gishtin e mesëm. Ç'llë më e bëj? Një narrative tillë nëse synon të mbrojë procesin lokal, rrezikon të zhvendos debate nga çështja e ligjshmërisë dhe administratës në një terren të ndjeshëm identitar, ku çdo vendim interpretohet përmes prizmit etnik. Në këtë kontekst, edhe roli i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë bëhet pjesë e debatit, jo vetëm si arbitër juridik, por edhe si institucion që sipas kritereve duhet të kishte vlerësuar më kujdes se procedurat ishin të mbyllura apo ende të hapura. Problemi thelbësor nuk është thjesht emërtimi i rrugëve, por mënyra se si institucionet e vend vazhdojnë të funksionojnë me proceset e papërfunduara, ku vendimet ekzistojnë në letër, por nuk materializohen në praktikë. Kjo krijon një hapësirë gri juridike, të cilën më pas e mbush politika sipas interesit të momentit. Në fund, rasti i Tetovës tregon një realitet më të gjerë, kur institucionet nuk arrin të mbyllin proceset në kohë, ato kthehen në burime konflikte të reja, dhe në mungesë të transparencës së plotë dhe përgjegjësisë së qartë, dhe një tabelë rrugë mund të bëhet simboli një vërtetë shumë më të madhe politike. Pa sa i menshëm jo. Diko krave të zirë e hapër çdo mëngjes. Okej. Dhe më befason Bilali. 5 vite kryetar komune nuk mori asgjë. Tash 2 vite në pushtet qendror partia e tij dhe ku është ko-kryetari e saj. Nuk ndërmori kur gjë. Dhe vetëm për një kujtesë të vogël, unë do e përkujtoj pak dhe përkujtoj pra Vlenin, se si është votuar pra 5-3. 5 vota të bllokut maqedonas, 3 ato që ishin 2 të shqiptarëve dhe 1 nacionaliteti turk, 3. Dhe si mund këtë të fitosh? Si mund? Nuk është okej për çfarë të themi. Shqiptaria në Maqedoni vërtet ka probleme me funksionimin e asaj që quhet guxim intelektual. Pas guximit intelektual, nisësh ky gishti i madh është i lidhur me një damar. E këtë nuk e kanë këta të lidhur atë damar, kanë të lirë. Pushtetarët aktual. Ndërsa BDI, normal BDI në ujë ku çfarë pret, mjegull pret. Mirë pa, e di se në atë mjegull ka dhe ujqër të tjerë, nuk është më vetë si dikur. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej, pra. Dëgjohet gjithandej, vetëm reagimet të kota nga politikbërësi shqiptar. Ka reaguar pra sot për sot Tirana prapë ishte e bllokuar. Dhe është mos e vërtet, ma nuk shefën shqiptarët nga Maqedonia po dalin atje dhe po protestojnë. Mirë po, unë e kam thënë dhe për thonë, prapë dhe përsëris. Ne në Maqedoninë Perëndimore, po s'është në Tetovë dhe në Shkup, më së shumti në Shkup, jemi në zor dhe në hall prej atyre të cilët kam lexuar dje dhe po e përsëris prapë. Përveç Kinës, përveç Turqisë, përveç Rusisë, përveç Serbisë, janë të involvuar edhe
nga Arabia Saudite, nga Katari, por janë të inderuar edhe nga Irani. Këta nga Irani tash si duket po nxjerrin kokë. Dhe më shumë kanë paguajtur. Dhe më shumë. Unë i pyes si zakonisht këta intelektualet më thojza se si janë falur nanat e juaj, gjyshet e juaj. Dhe një çfarë thonë? Nuk kanë ditur, ja, majkata, ju diki tash. Interesant. Nënat tonë nuk kanë ditur, na kanë bërë neve. Nënat tonë nuk kanë ditur, na kanë bërë ushqime neve dhe ne jemi sot. Pra, ka reaguar edhe kryeministri i Shtetit Shqiptar, Edi Rama, për shqiptarët e Maqedonisë. Unë i jap përkrahje në disa gjëra, por një përkrahje nuk e jap vetëm diku. Tepër e ka pas një blanko çek të hapur ndaj Ali Ahmetit këtu në Maqedoni. Unë i kisha thënë, le ta thret spaku, Agim Çekun, ambasadorin e Shtetit Shqiptar, në prag të përvjetorit 100 vjetorit të lidhjes së shpalljes së pavarësisë së Shtetit Shqiptar në Vlorë. Unë kam pritur 4 orë në kufi dhe jemi kthyer prapa, se vetëm na kapi 12 dhe u vonuam. Ka bërë një problem të madh ambasadori shqiptar, le ta thret spaku dhe le ta seroj se çfarë problemi ka vënë në kufi në qafë. Unë do paraqitem vullnetar, unë të paguaj rrugën dhe argjimet e tjera do shkoj do dëshmoj. Pra, ambasadorët shqiptar në Maqedoni kanë bërë punët e tyre, nuk kanë bërë punët e Shtetit Shqiptar. I vetmi që është duke bërë këto punë është Mejdani, Denioni, por edhe ai ka të lashe tash me sigurinë e tij në këtë shtet. Sepse ja, po ik në Tiranë më tepër. Okej. Pas një statusi në rrjetin social Facebook të profesoresh Arta Toçi, e cila kritikoi ashpër protestuesit nga Maqedonia e Veriut që kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit shqiptar Edi Rama, ka reaguar edhe vetë kryeministri i Shtetit Shqiptar. Në reagimin e tij Rama thotë se shqiptarët e Maqedonisë nuk janë diasporë e Shqipërisë, por populli shtetformues në veten e tyre. Që është pse vërtet Kushtetuta e 1974, disa përpara ka qenë Ali Ahmeti. Ai kritikoi gjithashtu pjesëmarrjen e mbështetësve nga Kosova dhe Paqësia e Veriut në aktivitetet politike në Tiranë, duke vlerësuar se veprimet të tilla dëmtojnë imazhin e shqiptarëve dhe nuk ndikojnë në mbështetjen që gëzon qeveria e tij. Ama dhe ti ke faj për përkrahjen pa rezervë të Ali Ahmetit, asnjëherë nuk e ngritë zërin për atë se çfarë ndodhi në Maqedoni gjatë atyre kohëve. Për ne ka dërguar gjysmagjela ambasadora përveç këtij të fundit dhe mbi të gjitha, prapë edhe një herë do kthehem. Shqiptarët në Maqedoni, në Tetov, ta zënë për të madhe, nuk ka investuar në mënyrë të barabartë në gjithë territorin shqiptar. Ne ta zëmë për të madhe shqiptarët me një pjesë intelektuale. Pse nuk e bëre korridorin blu, korridorin Adriatikut? Pse? Pse nuk e bëre Kalane Rëzafës që ta mbyt me turizëm, me pare, me lekë, me dollare, me çdo gjë, Dubrovnikin, Herceg-Novin, Splitin e kështu me radhë gjitha qytetet. Një pasuri që se ka kërkush, ky nuk e zhvillon. Pra, Kalane Rëzafës komplet brenda dhe jashtë. Nuk e bën. Se vetëm ai e di. Nuk investoi pra në investime kapitale, në rrugë dhe gjërat e tjera. Pra, ndau Shqipërinë në di bloqe. Ka dhe faj shumë, por okej. Nuk është okej, por unë vazhdoj më tej, pra. Pjesa intelektuale këtë ta zënë për të madhe, o Edi Rama. Sepse më drejtua Edi Ramës se kur ka qenë këtu të promovoj librin e tij Kurbani, para se të vinë në pushtet para vitit 2017, i kam ndihmuar edhe unë, dhe e dini si, vetëm që nuk na e kanë treguar ekipet e tij gishtin e mes. Në Universitetin e Tetovës, por unë për arsye se s'kisha qasje nga brenda, e angazhuam nga jashtë dhe i kemi ndihmuar mjaft. Nuk ishte kryeminist, ishte vetëm kryetari i PD-s. Okej, Selia Blu, kështu thoshte ai atëherë. Nuk është me rëndësi, por unë ka pëlqyer edhe zëvendës kryeministja e Shtetit Shqiptar, Albana Koqiu, e cila thot për patriotistët, për protestuesit nga Maqedonia dhe Kosova, patriotizmi ndërton ura bashkëpunimi, jo ndasim mes shqiptarëve. Me të gjithë e them, dhe këtyre të shkupit që bëhen me mjekra e pa mjekra, urdhroni, Tetova ashtu ju pret, protestoni për Bilat Kasami, urdhroni, shteti i Kosovës është aty. Dëshojmë atë kaloj Alvin Kurti energjetikën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dëshojmë. Shteti shqiptar edhe kaloj 4 miliard dollar në ndërtim. U shkruajtën në Selanik mbrëm, dhe dëshojmë se tash shteti shqiptar a do e kaloj. Okej, nuk është okej, por si pa gjitha gjasave, Maqedonia ka shumë halle. BDI-ja merret me Vlenin, i dërgon dhe një selam, ciao, e tash doli pa. Atë që thashu, thini sans për rrugët i keni votat tona. Ja, do shiqyr nga BDI, Adem Avziu dhe këshilltarët komunal. Bravo. Kjo më pëlqen.
Që, Bilal, duen votat. Nuk ke nevojë për votat e VMR dhe PMN-s. Ja ti ke votat e PD-s. Nëse nuk të japin për gjithë mandatin sa ti jesh 3 vite, çfarë do propozosh ti atë do të japin? Kaloj emrat e rrugëve. Mirë po, se bën. Tash do arsetohet të gjejnë ndonjë arsytim të pamundshëm se BD-ja ka këtë për reklame kështu me radhë. Okej. Nuk është okej, por s'di si tua përsëriti pra. Çdo gjë në Tetov shikohet nëpërmes prizmës asaj se kush dhe nga cili kënd e shikon. Okej, është okej. Unë këtu ju përshëndes, pa marrë parasysh se Filip që thotë qeveria solli varfëri jo përmirësim të jetesës, ndërsa nga VMR thonë për 2 vite rroga shitër 800.000 denar. Fukarallokë nuk ka brina. Babai im thoshte Rahmeti pas shpirtin një ishim përkosur politik, thoshte vetëm fukarallokë nuk është mbare. Spionazhi, kurvallokë, të gjitha gjërat tjera janë mbare. Fukarallokë nuk është mbare. Ne pra të jemi dorëzuar. Federata e Futbollit të Maqedonisë ka ngritur tash telashe, pa marrë parasysh ata që jetojnë janë nga bloku politik nacional maqedonas, aty ka dhe shqiptar, të cilët janë të përzirë. Okej, nuk është okej. Po pra. Norvegjia ka kufizuar përdorimin e inteligjencës artificiale në shkolla, shqyqyr që ka kufizuar. Çdo gjë është biznes. Çdo gjë është biznes. Sado që mendon, inteligjencë artificiale, vetëm që sta qep gishtin, thot, paguaj, vazhdoj. Edhe ti betesh me gisht. Pra dhe njerë, në përshëndes dëgjohemi nesër mbrëma, ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani. Betë shimet mira.